Katër gjëra mos i harrojmë në jetën tonë. E para, mos e harrojmë falënderimin e Allahut, sepse do të privohemi nga shtimi i mirësive. Në ajetin 7 të surës Ibrahim, Allahu i madhëruar thot: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Kujtoje kur Zoti juaj kumtoi: "Nëse tregoheni mirënjohës, unë do t'ju ashtoj edhe më shumë begatitë e mia." E dyta, mos e harrojmë përmendjen e Allahut, sepse do të privohemi nga mos përmendja e Allahut, pra Allahu nuk do na përmend. Në ajetin 152 të surës Bekare, Allahu i madhëruar thot: "Fadhkuruni adhkurukum." Prandaj më kujtoni mua që unë t'ju kujtoj juve. E treta, mos e harrojmë lutjen, duan, sepse nëse nuk lutemi, do të privohemi me mos përgjigjen e saj. Në ajetin 60 të surës Ghafir, Allahu i madhëruar thot: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj ka thënë: "Lutmuni mua se do t'ju përgjigjem." E katërta, mos e harrojmë kërkimin e faljes, sepse do të privohemi nga shpëtimi prej ndëshkimit. Në ajetin 33 të surës Anfal, Allahu i madhëruar thot: "Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Allahu nuk do t'i ndëshkojë ata përderisa ata i kërkojnë falje atij për Allahu. Qofshim prej atyre që i kanë gjithmonë në mendje këto katër gjëra.